Jo, e pamartume. E pamartuar jeni? Tash të them të drejtë, mendimi i gjithkujt është aty në ojnë duar ose s'o. Më ka pëlqyer. Nuk ke pishman? As pak. E kam nanën, e kam familjen, e kam punën, e kam të gjitha. Pas të shemi pas ti, për shembull këtu një grua. Pa e marr. Pa njeri me ka njeri i martu mi pas fëmin, se për kushte i kam në rregull krejt. E martu me kur ki fëmi, është shumë më mirë, se kur nuk i fëmi. Mirita? Mirë, Qyshe? mirë, Qysh po kalon? mirë. Apo lodhësh? Pa i ka pak. Si u gratë ma shumë lodhni, po nuk ju dijen shumë punë e shtëpisë. Normal, në femnat, përgjithësi dhe gratë, lodhen edhe punë në shtëpisë, po edhe punë të shtetit. Edhe për shtetit. Normal, Ju punoni për shtetit, apo? po. Çfarë pozite jeni? Punoj në bibliotekën në Infrashi për punusje librit. Qysh po ecë puna? Mirë shumë, Që sa vite ushtron këtë punë? të 30. Po që shumë. Atë ka lodh puna, me thënë shumë. Jo, në drejt me të kalzu, më pëlqen puna me punu. Po veç kësaj puna, ki punu një punë tjetër? Jo, kom punu pak edhe në shkollën fillore në Rilindja Magjunaj. Me nxënës prej klasës parë deri të katërtën. Mi keni më faleni? Jo, e pamartume. E pamartuar jeni? Okej. Kjo është zgjidhja juaj. A mendoj që është mendimi jot i dukur? Po i tash të them të drejtë, mendimi i gjithkujt është aty në ojnë duar ose s'o. Më ka pëlqyer, Ka pëlqyer që mos, domethënë, kjo është familje. fakt. Nuk ke pishman? As pak. Si mendon jetën kështu pak kjo familje? Ma ndryshe. I nuk i di, unë e kam familjen tem, shiti. Kryesorja mirë e kaloj, mirë të gjitha. A është sot obligimi i madh nëse martohesh, domethënë Valla po me kriju me qitë situatën e qenën e Kosovë, me qitu pagat, pak është të vështërsina. a mendoj që martesa ndryshon shumë sene, sidomos llogarit, burrit më dhan, pas shumë gjana, planifikim për Në drejt me të kallëzu si jam e martume, po këmë i Po, ditë ato. ata po të pyesë, ndoshta ai hiq të sena që s'kita shumë me Fakt. gubetin. Normal. Apo s'kita këtë pjesë. Fati njerit është. Fati njëjtë, sigurisht është fati. Ka njerë fati duhet pak Me ecë, me et. normal. Po që ti tham kështu do të vazhdoj. Nuk i di edhe i dasë që është takët. Për nesër dhjetë shkaj. Po pra, edhe herë të kushala. Nuk jetës nuk i dihet tash. Fakt. A më keni pasur sfida gjatë jetës? Po e ki fjallën apo gjatë luftës apo... Po tash gjatë jetës tande bëni sfidë. Po normal, gjithdo kush ka sfida. Cila ka qenë ajo sfida më e madhe që ju keni pasur në jetë? Vallai në drejt me të kallëzu, vllani kom pas luftëtar, atëherë ka sfida më e madhe e tërë jetës. Se në atë kohë së defka o gjalla vdeka qysh. Një jetë sfida temen nuk kom pas fort. Për vetë vetëm, Ai si person i fortë kështu që i përballon sfidat. çdo sen. Vetë jam e lindur, me kom e fort për gjithë shka, baticët edhe zbaticët. O mirë o keq. Çfarë kuptimi ka për ty jeta? Çfarë kuptimi ka për ty jeta? Për mu, kuptim shumë të mirë ka jeta. Me që ato kushte që i ki, dosh me konë e lumëtor, dosh me konë që të sen në rregull bukuri. Lumëturia. Që ka të banë si person të lumtur? E kam nanën, e kam familjen, e kam punën, e kam të gjitha. Që mendimi ki për ato gra, vajza në fakt hala apo gra që planifikojnë me qenë, domethënë nana ose me kriju familje. Besoj që është mirë, pa marrë parasysh se ku i ki një familje, i ki fëmijë, i ki gjithë shka është mirë. Edhe ato mujnë me pas jetë më të lumtur, po besoj që e arrinë rezultatin. Me A kanë, e pare gjykueshëm nga njerëzit? Që s'ke gjetë për shembull të martohesh. atë ka dojnë drejt jo. Përgjithësi këto gra, këto vajza, Kam përgjithësi më të madhe. Fakt.
Se është koha jo me quë fëmin qerë dhe jo në shkollë, besa pak shkolla ka ndryshue, më merë me mësim fëmijëve dë vetë, adim, me gjitha. Me u burë, me shtip, punë të shtepis nuk o sot pak letë me bu shpis, me ardhë në punë, me që fëmin qerë dhe më kujdes, vallaj pak o vështërsi, se të na nuk janë kushtet si jashtë. Çfarë kushte kishe pas të shemi pas ti, për shembull këtu një grua, femër. Pa njeri me kon njeri i martu mi pas fëmin, se për kushte i kam në rregull krejt. E përmarret prapë do më të pyet të martesë. Okay. Martesa është e obligueshme apo vendim që duhet me bo? Është e obligueshme. Normal. Ato që çdo secili të krijoj familje. Ata është varet për njerëzve që shë marrin. Është e obligueshme, është mirë. Ka pjatur që nësa kanë gjithë që mos të krijon familje, të martohet, po të mos zgjeroj, të mos ketë fëmijë. Çfarë mendimi ti për ta? Për ato gra që do të dëshirojnë të bëjnë nëna. Ne po pa qenë domethënë pa pas burr. Ndëgjë. Unë edhe njëherë për ti, kur je martume, kur ki fëmijë, është shumë më mirë, se kur nuk ki fëmijë. Një mesazh për gjithë ato vajza që janë akoma si unë, me status single, çka kishe thënë? Ju kështë thënë, më mirë është me pas secili familjen e vetë. Pa marrë parasysh qysh tek se. Përshëndes. Juve ju falimderoj shumë, respekt. Me vjen mirë që bashkë e keni cekën e vështëri, se unë i qytet i vjetër, është mik përec, është i gjallë për gjithë që. Ata kemi qëllë, jo rasisht. Po e kuptova. Krasi, Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Hala shmirë.